3 milion euro ver kontraband. Kush e hapi kufirin dhe kush e mbylli gojën? Skandali ashtu queturës Kantin VIP ka nxjerrë në pa një nga historitë më tronditse të kontrabandës luksoze në Shqipëri. Një histori që nuk mbyllet me zhdukjen misterioze të verës, por që sapo fillon me pyetjen kyçe. Si ka hyrë kjo pasuri prej 3 milion eurosh në territorin shqiptar? Sipas të dhënave të raportuara, në ambientet e lidhura me biznesmenin Ergy Sagasi, i shpallur në kërkim nga SPAK, u konstatuan rreth 1200 shishe vere luksoze, të gjitha pa pulla fiskale dhe të dyshuara si kontraband. Mes tyre marka elitare si Romane Conti, me vlerë rreth 30.000 euro për shishe, Petrus me 5.000 euro, Pavie me 4.000 euro, si dhe vera të tjera të shtrenjta si Ornelaja, Gaja, Sasikaja, Opus One e të tjera. Vetëm nga mospagimi i akcizës dhe taksave, dëmi për buxhetin e shtetit vlerësohet rreth 400 milion lek, ndërsa vlera reale e mallrave arrin në miliona euro. Por pavarësisht këtyre shifrave alarmante, vera nuk u sekuestrua kurrë. Ajo u zhbuk gjatë natës, pasi strukturat doganore ishin njoftuar zyrtarisht për të vepruar. Vera nuk hyn vetë në Shqipëri. Këto nuk janë mallra që futen rastësisht në një valixhe apo që kalojnë kufirin pa u vënë re. Cili skenar është më pak i rrezikshëm? Asnjëri. Përgjegjësi politike dhe institucionale. Në krye të doganave qëndron drejtori Gazheli dhe pikrisht këtu skandali merr dimension politik. Nuk bëhet fjalë për një oficer dogane apo një gabim procedural, por për një institucion të tërë që ka dështuar të ndalojë kontrabandën luksoze dhe më pas ka dështuar sërish të ruajë provat.